Kryeministri Rama në podcastin e ditën e sotme tha që po themi hetues të BK-s i kanë shkuar në kryeministri e madje tregoi një episod ku ai i cilësoi edhe si trimoshat e BK-s, të cilët nuk kanë pranuar që të dorëzonin armën e tyre në hyrje të kryeministrisë, siç tha edhe kryeministri Rama, sipas rregullores së Gardës. Për të folur për këtë detaj dhe për këtë informacion kam të ftuar në një lidhje direkte të analistin zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, si e cilësoni këtë lajm që BK-ja i ka shkuar në zyrë kryeministrit Rama? Unë pa ta thënë që topi është tek zyra e zvënësit së tij, pra në paradhomën e tij, dhe tash i pritet që të kaloj në zyrën e tij. Veprimi i Ramës duke e bërë publike, siç bëri publike dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, pra presionin që bëri ndaj gjykatës, e cila mori atë lloj vendimi, tregon që Rama tashmë e ndjen frikën e të qenërit ai tashmë i pandehur i drejtësisë dhe në këto kushte ai bëri të gjithë betejën e tij në gjykatë kushtetuese dhe kërkon tashmë që të bëjë dhe betejën me BKH-n apo me SPAK-un. Ju kam thënë që Rama u bë një vit që nuk mundet më të komandoj SPAK-un, nuk mundet më të japi urdhra dhe duke qenë se Rama vetë ka ndërtuar atë mafian shtet, tashmë kërkon ta kristalizoj një republikë kryeministrore. Duke qenë ai mbi gjithçka, ai për gjithçka dhe pa dëshirën e tij nuk mund bëhet asgjë. Për sa i përket veprimeve të BKH-s, BKH-ja në momentin që ndalohet apo tregohet një forcë kashit tyre, në ato moment ato kanë të drejtën ligjore të bëjnë edhe ndalimin apo arrestimin e çdo personi të cilin i ndalon në veprimtarinë e tij. Ky është shteti ligjor, kështu përdoret për të gjithë personat e tjerë. Rasti i ish-presidentit Meta, në momentin që refuzoi të zbatonte urdhrin, në atë moment përdoret edhe dhuna. Është normale në këtë lloj situate. Por kryeministri e sheh veten Superman, e sheh veten një njeri që është i paprekshëm dhe një njeri që komandon gjithçka. Duke qenë në këto kushte, ai nuk pranon kurrësi që në zyrët e tij, ku tashmë ndodhet edhe balluku si zëvendës kryeministri, mund të bëjë çdo gjë dhe askush nuk mund ta prekë. Kjo është ajo mafia shtet që them unë, që kam deklaruar me të madhe, që ky ka ndërtuar mafia shtet. Por ligjërisht tashmë ky kërkon ta rikthejnë atë që quhet Republikë Kryeministrore. Është e njëjta situatë siç ka qenë dikur para viteve 90, kur megjithëse Roxha nuk kishte asnjë lloj pushteti, flasim ekzekutiv, legjislativ apo presidencial, ai urdhëronte për gjitha dhe ai kishte dorë gjitha. Në këtë formë do ta bëjë edhe ky, pavarësisht se ky presidentin e ka të marrë, firmos vetë për presidentin, se ai nuk firmos asgjë. Parlamenti po patjetër ka manikinat e vet aty, fal edhe opozitës e cila gjen mundësitë dhe alternativat për të bashkuar votat me të apo për të shkuar në linjën e tij, dhe kryeministrin që ai është vetë dhe ka komandën vetë për çdo gjë, dhe ai nuk pranon tashmë që shteti ligjor të funksionojë për sa i përket kryeministrisë apo pushtetit të gjithanshëm që ai ka vënë. Në këto kushte tregon hapur që ai nuk njeh asnjë kufi, nuk njeh asgjë, do përdori të gjitha format dhe mënyrat. Unë kam thënë që Rama është i caktuar nga Kabala dhe Sorosi për të mbajtur postin e kryeministrit në çdo kush, çdo formë dhe çdo lloj çmimi. Ky është çmimi që Rama nuk pranon, domethënë ta paguaj dhe do të përdori të gjithë forcën e pushtetit që ai ka për të penguar hetimet, për të penguar
çdo veprim të SPAK-ut apo të BKH-s. Gjykoj se ky është një sinjal shumë i fortë edhe për SPAK-un për të marrë vendime më të prera dhe për të zbatuar ligjin, sepse themi që para ligjit të gjithë janë barabartë. Kështu që nuk duhet bëjmë atë numrin siç e bëri me Ballukun që e pezulloi nga detyra, por duhet të kaloj direkt në masë sigurie. Unë pa ta thënë që më bën përshtypje vendimi i gjykatës apo kërkesa e SPAK-ut vetëm për bllokimin e pasaportës dhe pezullimin nga detyra të Ballukut, në që në kohë që s'ishte dhënë as masa e sigurisë detyrim paraqitje. Tashmë unë shpresoj se fillimi i javës do jetë me kërkesë në parlament për të parë dhe një herë tashmë forcën e ky person do luaj prapa të rolin e të fortit, ku parlamenti nuk do t'i heqë imunitetin Ballukut apo jo. Këto janë prova që Rama bën për veten e tij, nuk është problemi, unë kam thënë që nuk është problemi tek Balluku apo këtë të tjerë. Me Ballukun ai nuk ka problem ligji, nuk ka problem korrupsioni, se ai e di shumë mirë. Edhe për korrupsionin që ka me Ballukun, edhe me këtë. Ai te Balluku mundohet, ju kam thënë që ai kërkon një vendim gjyqësor për të justifikuar veprimin Kashi Ballukut. Jo veprimin Kashi Ballukut si person i fortë, themi, Balluku se do t'i nxjerrë lagrat në shesh Rama, po për kokën e vet, ai ka te koka vet. Unë kam thënë, heqja Ballukut është lufta e rrugës, flas lufta e rrugës me Ramën. Nuk ka lidhje fare me korrupsionin apo me letrat apo me dëncimin që bën Balluku. Pasi të gjitha janë të mirë mbledhura nga SPAK-u. Tashmë me këtë veprim Rama tregon se cënon edhe atë sigurinë kombëtare të vendit. Kështu që në këtë pikë BKH-ja dhe SPAK-u duhet të veprojnë në mënyrë sa më urgjente. Kjo tregon se ai ka një frikë, jo vetëm që ka një frikë shumë të madhe, Kashi hetimi që do t'i bëhet, por ai kërkon që të mbaj pushtetin në çdo lloj forme, në çdo lloj kursi dhe çdo lloj çmimi që mund t'i vi, pikërisht për të zbatuar atë urdhrin dhe vendimin që ka nga Kabala dhe Soros. Zoti Merkoçi, çfarë ndodh nëse po themi ka një rezistencë nga institucionet e tjera për të hetuar kryeministin Rama? Si veprohet në tilla raste? Në të tilla raste bëhet arrestimi i menjëhershëm, shkohet në zyrë, nuk ka përplasje. Ai kërkon të krijojë një amulli, kërkon të krijojë një përplasje institucionale, kërkon me çdo kusht. Pra ky është çmimi që unë them gjithmonë që e kam deklaruar dhe prapë deklaroj që ai kërkon ta mbaj postin e kryeministit në çdo formë, në çdo çmim, dhe ky është ai çmimi që ai kërkon. Nëse Rama përballet me drejtsinë, pra me SPAK-un dhe BKH-n dhe fiton mbi ta, themi në thonjza fiton mbi ta, atëherë ai është i gjithë pushtetshëm, atëherë mafia shtetit në Shqipëri do ekzistojë dhe do lulëzojë akoma më shumë se sa deri sot. Ligjërisht qoftë BKH-ja, qoftë SPAK-u, kanë të gjithë armët, themi, ligjore në dorë për të bërë, jo vetëm për të bërë kontrollin në zyrat e Ramës apo të kryeministrisë, por për të bërë edhe ndalimin e flagrancë të vetë kryeministrit. Qenia e FBI-s në SPAK i jep atyre një forcë më të madhe dhe një siguri akoma më të madhe për veprimet që do bëjnë. Nuk janë veprime të lehta, është vërtet se nuk janë veprime të lehta, se është kryeministi në detyrë, nuk është ish kryeministi që mund ta bësh. Por kur vjen në fund fare është ligji që vepron. Është ligji që nuk pyet se kush je kryeminist apo je president apo je kryetar parlamenti, pavarësisht nga imuniteti që ti ke, në momentin që ti kundërshton forcat e BKH-s,
nuk i lejon ata të ushtrojnë detyrën e tyre, në atë moment bëhet edhe arrestimi flagrant për kundërshtim të forcave të BKH-s. Jeni të bindur që ky është veprimi i parë, nesër do bëhet një veprim i dytë ku do thritet në ndihmë edhe policia e shtetit. Dhe në këto momente pastaj, apo grupi gatshëm që quhet, në këto momente pastaj Rama nuk ka rrugë tjetër, ose do përdori dhunën, do përdori forcën, rezistencën, qoftë një rezistencë, flasim edhe një tip kryengritje, për të bërë atë veprimin e tij, për ta futur vendin në kaos. Ai kërkon me çdo kusht ta fusi vendin në kaos për të shmangur të gjithë veprimet e tjera. Mos harroni se si Rama dhe Erion Velia në të njëjtin stat janë, sepse të dy janë të zgjedhur dhe kanë mandat. Po ku erdhi puna e Erion Velin shkon e arrestuan zyrë dhe në momentin që Erion Velia tentoi të bënte një rezistencë, në atë moment u tha, nëse ti do bësh rezistencën, ka shi ligjit, si me thënë atëherë, do të vëmë pranga, do të marrim zvarr, edhe do të fusim, se është e drejtë e tyre ta bëjnë një gjë të tillë. Ky veprim do të ndodhi dhe me Rama. Rama ka një problem, sepse është garda aty brenda, e kupton, ai do të konfliktoj tashmë gardën me BKH-n. Themi në të thonjza një puç shtetëror apo një puç institucional që Rama kërkon të bëjë, dhe jeni të bindur që ai me mandatin që ka, ai do bëj çdo lloj veprimi të palishëm për ta quajtur të lishëm. Ashtu thash, siç bëri dhe veprimin e palishëm, duke bërë presion gjykatës kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese era para presionit të tij, dhe mori atë vendim që mori, në kundërshtim jo vetëm me ligjin, por në kundërshtim edhe në interesat kombëtare. Mos harrojmë se dhe Belinda Balluku me veprimet që ka bërë ka prerë edhe interesat kombëtare. Por do të shihni atë pjesën tjetër, pse ky bëhet kaq agresiv dhe pse bëhet kaq, sepse ky është dështak në veprimet e tij. Në një moment që ai deklaroi që Belinda Balluku duhet pra arsyetimin që kishte në gjykatën kushtetuese, se kjo duhet të jetë ai personi që duhet firmosi, ku erdhi puna për firmën me Kanadan për fluturimet, çuditërisht ai firmosi vetëm, firmosi Belinda. Apo mos shifnin pak edhe shkarkimin e zëvendës Hodaj, zëvendës ministrit të brendshëm që bëri pikërisht sepse ai nuk pranoi të firmosi një kontratë, e cila edhe ajo është prekje e sigurisë. Kështu që Rama thash do të luajë çdo lloj gjëri, çdo lloj forme, por BKH-ja kësaj radhe duhet të jetë pak më e kujdesshme, jo në kuptimin e kujdesit se duhet t'i bëj temelar Ramës, po duhet të jetë e kujdesshme në veprimet e saj ligjore. Çka do të thotë që duhet marrë një vendim të gjykatës, dhe me vendimin e gjykatës pastaj duhet të drejtohet kryeministit apo kushdo qoftë tjetër ai. Se Markoçi, çfarë ndodh me Belinda Ballukun, e cila tashmë me vendim gjykatës kushtetuese është rikthyer në detyrë? Belinda Balluku kthehet në detyrë, pikërisht ky është veprimi që ka bërë BKH-ja dhe që Rama i trembët, sepse këta kërkojnë me çdo kusht që të prishin provat materiale që ndodhen, pavarësisht se BKH-ja apo Spaku i ka këto prova. Ata mundohen të bëjnë çdo lloj lëvizje, dhe unë shpresoj shumë që Spaku do të dërgojë kërkesë, në mos ja ka dërguar, do të dërgojë një kërkesë urgjente të kuvendit për të hequr imunitetin e Belinda Ballukut. Spaku e kishte mundësinë, realisht ajo që unë e kam thënë ditën e parë, kur Belinda Balluku mori masën e sigurisë të pezullimit nga detyra, momentin kur vajti në kryeministri dhe ndeti 7 orë atje, jo më kot ju thash që deputetët e opozitës duhet dilnin para derës së kryeministrisë dhe telefononin Spakun për të bërë arrestimin flagrant, sepse kishte thyer masën e sigurisë. Një gjë të tillë opozita jonë nuk e bën dot, sepse ashtu siç u tregua, ata janë në marrëveshje të plotë njëri me tjetrin.
firmosin për njëri tjetrin, caktojnë vendime me njëri tjetrin, i gjejnë gjuhën e përbashkët në mënyrë të fshehtë, jo të drejtë për drejtë, për në kësaj radhe ju plasi skandalin në dorë. Kështu që Spaku duhet të drejtohet kuvendit. Për të parë tashmë dhe nivelin e kuvendit, jo se ne nuk e dim se çfarë niveli ka ai kuvend dhe nuk e dim që ai kuvend bën vetëm me urdhër të Ramës, por për ta diskriminuar para popullit, themi, ta diskreditojnë në atë lloj forme që populli të kuptojë se kush janë këta persona, ashtu siç u bë edhe me gjykatën kushtetuese, kur gjatë gjithë periudhës kohës ata e shtyn vendimin e gjykatës, gjithë opinioni publik ishte që kjo gjykatë dhe ky person nuk duhet të shkojë në zyrë. Kjo Spaku ka marrë një vendim shumë të butë, pra opinioni publik ishte për arrestimin e Belina Ballukut dhe jo për pezullimin e saj nga detyra. Kështu që e njëjta situatë ndodhi edhe me parlamentin, derisa Rama do të përfundoj pas hekura. Unë ja u kam thënë, edhe mbetën besnik, Rama do të jetë i pandehur në Shqipëri apo në Amerikë, sepse mos harrojmë se është edhe buri i fundit pastaj që do detyrojnë amerikanët të veprojnë për ta marrë pagë postale dhe për ta çuar në Amerikë për të dhënë hesape para drejtësisë amerikane për dosje me Gonegali, e cila është nga dosjet që ka prekur sigurinë e Amerikës. Kështu që ai është rreth një zjarri ku nuk mund t'i shpëtojë, pavarësisht ka numrat apo vendimet apo urdhra që Rama ka marrë, qoftë ja u përsëris, qoftë nga Kagabala apo qoftë nga Sorosi vetë. Zoti Markoçi ka pasur një mbledhje ditën e sotme të Partisë Demokratike, po themi të organeve drejtuese, ku ka pasur debate mjaft të ashpra me Ervin Salianit, Sali Berishës dhe Flamur Nokës, ku mes tyre Saliani i ka kërkuar dorëheqjen Flamur Nokës. Si e keni parë këtë debat dhe mendoni që duhet dikush më e përgjegjësi? Përsa i përket përgjegjësive apo mbledhjes si bën Partia Demokratike tashmë nuk e bën si një mbledhje e cila duhet ishte bërë pas zgjedhjeve. Janë tepër të vënuar, qoftë edhe Saliani është tepër i vënuar në kërkesën e tij. Pse? Sepse pas zgjedhjeve unë bashkë kemi diskutuar, ku unë kam thënë që të gjithë drejtuesit politik të Partisë Demokratike si humbës, e themi humbës linear, duhet t'jepshin dorëheqjen ose duhet të shkarkoheshin nga Berisha. Berisha nuk e bëri një veprim të tillë, e shtyu me pretendimin se duhet dali raporti i OSBE Odiri, gjë që nuk kishte lidhje fare me raportin OSBE Odiri, por lufta që bëhet aty brenda tashmë bëhet për poste, unë e shoh si një luftë për poste për sa kohë, edhe vetë Saliani nuk ka ndonjë program apo ndonjë kauz apo ndonjë alternativë për të hedhura në treg. Nuk është alternativë të çohemi të bëjmë revolt, të çohemi të bëjmë protest për një arsye të vetme, sepse po të shohim edhe vendet e tjera, por ajo që unë kam thënë gjithmonë që partitë politike nuk bëjnë as protesta as revolta. Në momentin që ti bën protestë dhe revolt, vendet e tjera apo shtetet e tjera apo edhe Europa, qoftë edhe Amerika, nuk ta pranon se ta quajmë puç institucional. Dhe habitem që këta vazhdojnë akoma me këtë lloj termin, protest. Partitë politike nuk bëjnë protest e para. Dhe ajo që është kryesorja, pastaj ka pasur debat të ashpër, nuk di se kush është debati i ashpër që mund të bëhet në Partitë Demokratike, ku aty të gjithë janë humbës. Të gjithë nuk është se janë një pjesë janë fitues, një pjesë janë humbës. Dhe ajo që është më kryesorja pastaj në atë parti, çdo lloj debati bëhet është debat linear, nuk është debat konstruktiv. Është një debat propagandistik, themi, për të vetëm arsye sepse aty mungojnë fraksionet brenda partisë. Një parti e djathtë, edhe prandaj them që ajo nuk është parti e djathtë, sepse partitë e djathta kanë fraksionet brenda.
Dhe debatet bëhet mes grupeve, mes fraksioneve, bëhet debati. Nuk bëhet debati shkarkojnë flamur në okën, po mi dakord e shkarkojnë flamur në okën, po Sali Berishën, mbam përgjithësi Sali Berishën në të njëjtën kohë që të gjitha veprimet në Partinë Demokratike nuk i merr as flamur në oka, as njëri as tjetri. Këta janë manikinat e Sali Berishës. Këta nuk bëjnë as, ja u kam thënë edhe herë të tjera. Këta nuk nxjerrin dot një fjalë nga goja nëse nuk e thot Sali Berisha. Kështu që i gjithë strumullari aty është Sali Berisha. Tani Sali Berisha nuk po bën asgjë. Sali Berisha i vendos, Sali Berisha ju jep urdhët dhe tashmë ata firmosin për Sorosin dhe Sali Berisha ju jep urdhët thot dilni kërkoni falje. Çfarë niveli dobët është aty. Edhe intelektual, edhe njerëzor, edhe moral. Pra, pritet që kryetari partisë të thot ty që dilni ju tani, kërkoni falje nëpër publik për veprimin që keni bërë, që unë ju kam thënë bëjeni këtë veprim. Dhe asnjëri nuk thot që i ka dhënë të urdhër Sali Berisha. Po njëri thot e ka dhënë, më tha Flamuri, tjetri thot më tha Ina, tjetri më tha Alizoti, tjetri thot, ku di unë, që aty janë gjithë tash bot që gjithë kanë firmos aty, janë gjithë përlyer. Aty janë gjithë përlyer. Tani në një vend që janë gjithë përlyer, çfarë debati bëhet aty? Dhe çfarë kërkesë ka? Unë kam bërë kërkesë të dalim protestë, po si të dalësh protestë, parti politike të dalësh protestë. E kemi provuar për 13 vjet, e keni marrë këtë popull, e keni nxjerrë protestë, keni bërë çfarë s'keni bërë dhe në fund fare nuk keni fituar asgjë. Asnjë lloj rezultati. Qeveri teknike, si do ta dakord kërkesë, bën kërkesë qeveri teknike, po si do ta realizosh? Me protestë nuk e bën dot. E para nuk e bën dot sepse nuk ka për të ardhur njerëz, ne po e shohim me 100 vet që dalin aty para kryeministrisë. Ja do vinë ditën e parë, do vikan 1000 vet, ja 5000 vet, ore ta bëj edhe 10000 vet. Dakor, çfarë do bësh? Do marrësh fjalime dhe pastaj do ikësh. Pra nuk është partia politike nisëm e një revolte popullore apo një proteste popullore. Janë sindikatat, por këtu në Shqipëri nuk ka sindikata. Se sindikatat janë hajdute, janë njerëz të cilët janë hajdut, kanë vjedh, kanë bjerë, janë glabëruar, bashkë me politikët, patjetër bashkë me politikët, dhe sot ju e keni pa. Ndeten ata të Spaqit, ndeten ata të naftës. Opozita nuk u ndje fare. Në vend që t'ishte me ta dhe aty mund ta shfrytëzonte, ta transferonte. Pra grevën që ata bën të transferonte në Tiranë dhe t'i ndihmonte, nuk folën fare. Tani thonë të hajdin ju, po pse çfarë është populli me buton? Dhe sidomos pas skandalit të deputetëve të cilët kishin firmosur Sorosin, që tjetë avokati popullit, më falë, po mirë njerëzit di budallëja apo si? Dhe këta bëjnë debate. Debate ku? Çfarë alternative ke? Asnjë lloj alternative. Hajde dalim për të shkot. Rama ik. E kena filluar me Nano ik, edhe vazhdojmë Rama ik. Po pse zgjidhja është kjo? Aty unë ju kam thënë, aty ka humb ideologjia e partisë. Aty s'është për partia, ajo s'është partia e djathtë e para, është partia e qendrës. Atë zihen mërna qendrës le të bëjnë çfarë duan. Por nuk është të mirë të popullit. Nuk po japin një zgjidhje për ta hequr Ramën në çdo lloj vendi të botës të ishte, nuk di edhe në Honduras le të ishte, me këto lloj skandalesh Rama duhet të kishte ikë. Pra opozita nuk është e aftë. Pa aftësia opozitës. Është bërë kjo analizë? Jo. Dhe jo pa qëllim. Edhe dje kisha një shkrim ku them, mbledhni një kuvend, po jo sorosian, jo me ata që lëpihen, po me ata që kanë vlerë dhe kontribute. Po ku janë vlerë dhe kontribute? Por në 35 vjetorin e themelimit të PD-s, Sali Berisha doli dhe nxorri po nga burgu si themeluesit të PD-s. Ngritin kup qiellit të birin e kriminalit Josif Pashës, Garmos Pashko. Lexoj ca emra që nuk kanë qenë fare në lidhje
në themelimin e PD-s, po që kanë vdek. Dhe nxori veten sikur ishte ai në të në gogu, ai s'ka qenë fare. Ai erdhi. Po, dhe jam dakord. Takimet me Rami Zerlin ai i ka bërë. Shkutat ata i kanë bërë. Por realisht nuk kanë qenë. Asnjë nga ata që erdhën dek pa marrë. Tashmë, ku jemi? Shqipërisë i mungon e djatha. I mungon opozita. Po opozite djathë, jo opozite majnë. As i qendrës. Në qoftë se ti bashkohesh e ju jep me votat e demokratëve, ti ju jep mandate partive, aty në partiçkave që janë bërë gjithmonë me votat e demokratëve janë bërë deputet. Që ti ke heq antarësisë apo popullit depozitar, ti ke heq deputetët, që ja u ke dhënë këtyre partiçkave. Këta që s'kan asgjë, s'kan as elektorat, s'kan asgjë. Dhe këta pastaj nesër ikin me Ramën, apo t'ikin fare, siç ndodhi rasti me Siladotës. Apo ka ndodhur gjithmonë në mënyrë lineare në gjithë vitet kanë ikë njerëzit. Ku i ka Berisha ata deputet që ka pas, ata ministra, ata drejtorish, administratën që ka pas Berisha që u bën me para, u bën me çdo gjë, gjithë kanë ikë. Rasti Josefina Topallit nuk u vu në post, kërciti iku bëri parti. E thiri Berisha, erdhi si dele. Dhe kështu kanë hike dhe kanë ardhur gjithë kur i ka thënë Berisha, pra tregon se vetë Berisha komandon aty. Atëherë, si bëhet? Kush është debati? Debati se zihen njëri me tjetrin. Askush nuk del ta thotë këtë. Dhe ata që e thonë, janë ata hatërmbetësit. Kur si ve Berisha me proposte, fillojnë shajnë. Se kështu kanë ndodhur në 35 vjet ke PD-ja. Kur nuk kanë marrë poste, kur i kanë heqë nga postet, kanë filluar kanë shajnë. Momentin që i thret Berisha. Ke rasti Jack Mark, ka Tabak, ku diu, që ishi me Lulin, e Gazbardi. Dhe i tjetë thoi e shanë Berisha e shumë fund pusit, i mori Berisha, i dha poste, janë njerëz të cilët sot thonë Berisha e s'ka tjetër. Jack Mark e të thotë kam bë gabime të madh tjetër si kam shah Berisha. Pse se i dha postin? Është përbleu. Pra, këtu unë vetëm shpërblime. Dhe me poste, Berisha i thot bashkova partinë. Si e bashkove? Duke u dhënë poste, bashkove partinë ti, duke u dhënë poste dhe këtë e quan bashkim. Në këtë tallë me demokratë, tallë me antarësi. Lajm se u bën nami, aty brenda se që pas ka thënë Saljani, mund nogës, shkarkoj, aty duhet shkarkoj gjithë kryesia. Aty vetë Berisha, po t'ishte vërtet kryetar, vërtet i asaj partie, që i dhimbësit ajo parti, dhe ato që thotë, se i ka gjitha propagandë, nuk ka thënë kur një gjë që e ka bërë, po gjitha i ka pas propagandë, Berisha vetë duhet t'ikte. Hume. Ju kujtohet ai Neni Basha, i pa diskutueshëm. Do ta qushin Neni Basha, pa diskutueshëm. Vetë nga goja Berishës. Dhe pastaj dhe thotë se unë jam misionar. Çfarë misionar e ti? Misionar me shkatru partinë? Misionar që s'ke marrë një vendim kundër Sorosit, edhe m'den edhe shah Sorën gjoja, më thojnë sa. Se një vendim kundër Sorosit nuk e ke marrë? Një hap për ta bërë se ke bërë? Ato janë pralla më që dalin për media, për tregu se këtu po bëhet nami. Dhe këtu ka diversitet mendimi, këtu ka njerëz të cilët flasin, ka debat. Ku ka debat aty? Aty e debat jo për postë, kush marrë postin, kush marrë postin, kush ne postin. Ata në momentin që ju doli publikisht
që kishin firmosur Endri Shabani si njeriu ko me kokë i Sorosit, ata gjithë duhet kishin dhënë dorëheqjen. Dhe dorëheqjen, po them, dorëheqjen ka funksionin partjake, se mandatin deputetit nuk e heqin ata, nuk diskutohet. Po, në funksionin partjake duhet kishin dhënë dorëheqjen. E gjitha provokanë. Thash, turpi botës, dali kryetari i partisë dhe thot, dilni unë televizore e kërkoni falje. A ka turpën të madh? E qa pret nga këta njerëz? Zot Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.